Shëndeti i dhëmbëve lidhet ngushtë me mirëqenien e përgjithshme të njerëzit, prandaj kujdesi për të duhet të fillojë që në moshë të hershme. Pikërisht për këtë arsye, prania e stomatologut në shkolla është ndihmëse e madhe. Në shkollën e mesme të Ult Yll Morina, doktoresha Atifet Huma, stomatologe, tregoi disa nga shërbimet që ofron për nxënësit e kësaj shkolle. Kryhen të gjitha shërbimet që mundet një nxënës mi kry në shkollë. Pra, duke fillu prej mjekimit të dhëmbit, gjitha mjekimet të dhëmbit, vendosin e blombave, pastaj higjienën orale, dhe më thonë edhe e shoh që shumë nxënësa që vinë në kontroll kanë si shtresimet buta në përdhëmb. Kjo vjen prej ushqimeve të shpejta, dhe më thonë prej hamburgerit, pizza, dhe e kisha shfrytzuar rastin me apelu të nxënësat që sa më pak mi përdor këto ushqimet e shpejta ose ushqimet e buta, për shkak se ushqimet e forta e bëjnë edhe vetë pastrimin e dhëmbit. Dhe kohën e fundit i shoh shumica prej nxënësve që i kanë këto shtresimet e buta. Do të thonë na e kryjm higjienën orale, i hekim edhe këto shtresimet buta ose të forta gurzit të dhëmbit. Ne kemi maqinën e kompletune, plus kemi material, jemi të kompletun me krejt materialin stomatologjik. Edhe nxënësi Arsiaha tha se janë të kënaqur me shërbimet që ofrohen këtu. Këtu në shkollë vijmë rregullisht, jo vetëm unë, por gjithë nxënës, me këshyrë dhëmbë, dhe jemi të kënaqur me shërbimet që japin stafi këtu. Dërsa në shkollën fillore Mustafa Bakia, doktoresha Fërdita Daia, tha se përveç mjekimeve bëjmë edhe nxjerrjen e dhëmbëve të qumshit, si dhe japim këshilla për kujdesin oral. Prej shërimeve kemi mjekimet, plus nxjerrjet e dhëmbëve, pasi na kemi ciklin e ulët të shkollës, kemi atë periudhën kur ndrohen dhëmbët. Edhe kemi nxjerrjet e dhëmbëve të qumshit më shumë, kemi largim të gurzive, rast nevoje, për ndryshe, edhe këshillimet i kemi. Stomatologët apelojnë që kujdesi për dhëmbët të mos mbetet vetëm çështje e institucioneve private. Ata thonë se fëmijët duhet të kontrollohen aty ku janë çdo ditë në shkollë, sepse shëndeti oral është pjesë e shëndetit të përgjithshëm dhe nuk duhet anashkaluar.